بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم. Vëllezër të nderuar, kolegë i dashur, imamler, hoxhallar, Mafis Efendiu. Assalamu alaikum. Mirë se vini në xhuman tjetër të radhës nga jeta juaj. Me mua sot në kënaqësinë time është Efendi Mafis Rustemi. Assalamu alaikum edhe prej meje, është kënaqësi që sot jemi bashkarisht në prezencën e imamit saj xhamie, por gjithashtu edhe hoxhës tonë të mirënjohur, ky imamit të xhamisë së Villit në Zvicër, Bekim Efendi Alimin, me cilën do të mundohemi të ndajmë disa ide bashkarisht rreth çështjeve të cilat na tangojnë neve në përgjithësi si shoqëri. Nuk e di nëse ju kujtohet kjo xhumaja është një xhuma më shumë në jetën tuaj apo një xhuma më pak nga jeta juaj. Çka mendon ti Efendi? Unë mendoj është një xhuma më shumë në jetën tonë sa i përket veprave të mira që kemi mundësi ta bëjmë. Do të thonë është një mundësi më e madhe dhe më e tepërt prej Allahu xhaleshanu. Mirë po është një xhuma më pak në jetën tonë kështu si vite. Pra çdo ditë që na kalon na merr edhe pjesë nga jeta jonë. Pra në aspekt të jetës është një xhuma më pak, ndërsa në aspekt të shpërblimit dhe sevapit dhe mundësive për t'u afruar Zotit është edhe një xhuma më tepër. Nuk di këto njerëzit që shohin nëse e keni një gotë me ujë gjysmë të mbushur, është gjysmë e shprazur apo gjysmë e mbushur? Kjo varet prej njeriu si është apo jo. Jam dakord edhe unë kur e pyetëm pejgamberin alayhis salam, ja Rasulullah, një njeri i cili ka jetu një vit më shumë, a është më mirë te Allahu se sa ai që ka jetu dhe ka vdek një vit më herët? Tha, a nuk ka agjëru një Ramazan më shumë, a nuk ka bën një haç më shumë, a nuk ka fal një namaz më shumë, a nuk do me thonë është një xhumë më shumë në jetën tonë, dashur Allahu që do ta marrim perspektivën pozitive. Ajetin cilën e lexuam miq të dashur ka të bëjë diçka në lidhje me migrimin dhe emigrimin dhe largimin dhe ikjen prej vendlindjes dhe ikja e pejgamberit alayhisalatu wasalam. Si do të mund të bëjmë një krahasim midis largimit pejgamberit prej Mekës Medinës dhe largimit një djali të ri prej Tetovës për në Gjermani, për shembull. Nuk di si do të ishte këndvështrimi islam në këtë kontekst edhe kështu me radhë. Ajetin që e lexuam tu ja përkthejmë në gjuhën shqipe, thotë me të vërtetë ata të cilët me laçet u morën shpirtin, pra vdiqën në duart të melaçeve, duke qenë ato si zullumqtar të vetvetes së tyre, dhe i pyesin melaçet ditën e Kiametit, çka ishit ju në dynja? Kush ishit ju në dynja? Ishim të dobët në dynja dhe nuk kishim hapësirë të vepruarit, andaj duheshte të veprojmë pjesërisht edhe kundër fesë, edhe kundër pejgamberit. Dhe kështu me radhë e i pyesin melaçet ata. A nuk ishte toka e Allahut e gjerë që ju të migronin atë dhe të gjeni migrim dhe të shpërndaheni në tokën e Zotit dhe të kërkoni risk? Në anën tjetër pejgamberi alayhis salam në një hadith ka thonë se la hijrata ba'da hijrati hadha, nuk ka hijret pas këtij hijretit tim. Është hijreti i fundit, largimi i fundit është ky hijret. Ka pak si shoh një kontradikt këtu në midis ajetit dhe haditheve. Dhe ata të cilët neve zakonisht na marrin për analizë dhe na sulmojnë për më njëherë, qofshin orientalista apo çka do të jenë, më njëherë i presin këto kontradiktet e Efendi. Si do të ishim përgjigjshëm këtë aspekt? Mendoj se ajeti është shumë i qartë këtu. Arsyeja që e përmendën këta njerëz thotë se ne ishim të dobët në tokë, pra ishim të pafuqishëm. Prandaj edhe Allahu xhaleshanu thotë, nëse ishit të pafuqishëm, a nuk ishte toka ime e gjerë që ju të mund të bëni migrim, të shkoni në vende ku do t'ju jepshte më shumë mundësi që ju të zhvilloheni. Prandaj edhe është shumë interesante edhe gjatë diskutimit që e bëm më përpara. Allahu xhaleshanu sikur prej neve fillimisht kërkon që të jemi të fortë në vendin tonë. Mundohemi ne të zhvillojmë vendin tonë, të ecim përpara në këtë vend që ne jetojmë. Momentin që kjo na pamundsohet ose na vështirësohet, atëherë toka Allahu xhaleshanu është e gjerë. Siç thot Allahu xhaleshanu, shpërndau nëpër tokë dhe kërkoni mirësi te Allahu xhaleshanu. Mirë po e rëndësishme është që ne fokus kryesor të kemi fillimisht forcimin ton këtu në vendin ton. Pastaj se i takon hadithit kur thot nuk ka hijret mbas hijretit tim, dietarët e Islamit shumica mendojnë se nuk ka hijret nga Mekka, për arsye se Mekka ishte vend nga mushrikët
në udhëheqjen e atyre dhe pejgamberi selam u detyrua të shpërngulet, mirë po mbas çlirimit të Mekës, më nuk ka emigrim tjetër nga Meka. Si migrim kështu i përgjithshëm ka një hadith tjetër pejgamberit alayhis salam, dhe është e mirë ndonjëherë t'i marrim të gjitha hadithet, se këtu qëndron edhe problemi. Një prej zbukurimit të ligjëratës, lutem. Prandaj se shpesh njerëzit tek e pa edhe më hoxhën dhe të hoxhë, unë kam një hadith ku pejgamberi ka thonë kështu. Tamam, ti e ke një hadith e ke lexuar dikundi, mirë po nuk do të thonë se vetëm ai hadith, ndoshta hoxha ka edhe disa hadithe tjera që kanë të bëjnë me atë çështje, prandaj jep një vendim të caktuar për një çështje. Pejgamberi alayhis salam thotë, hijreti nuk do të ndalet derisa nuk ndalet pendimi. Dhe pendimi do të ndalet atëherë kur dielli do të lind nga perëndimi. Pra dera e pendimit është e çelë deri kur dielli të lind nga perëndimi. Aq sa është e çelë dera e pendimit, aq edhe është e çelë dera e emigrimit. Se herë që neve na vështirësohet për shembull qëndrimi në një vend, kemi hapësirë të dalim në një vend tjetër. Bas kësaj unë konkluzoj se hijreti pra mund të më qenë për diçkaqe kryesore, është hijreti i besimit ose për shkaqe të besimit, të imanit, të besimit të lirë dhe hijreti ekonomik, gjithsesi për shkaqe ekonomike dhe për shkaq që në bazë të Islamit të dyja këta janë në rregull, sidomos që ato që e përmendë pak më herët, shumë e rëndësishme është që të mundet njerëzit të krijojnë kushtet e veta në vendlindjen e vet, në mundësi absolute të mirë që të mund njerëzit mos të migrohen. Për shembull, do të thojmë hadithin e pejgamberit që thotë e ka arritur një person kënaqësinë e dunjas nëse i ka 3 elemente. 1, nëse e ka shtëpinë ku banon të gjerë, 2, nëse e ka një grua, një nuse halal, dhe 3, nëse e ka rrezikun në vendlindje. Se çeshet te gruaja. Se e kam halal unë. Edhe vazhdojmë atëherë më tutje, edhe shkojmë te pika tjetër me radhë është pse ne të ditë këtu flasim për këtë temë të cilën mund të ditë kemi pas hijret në prapashpinë ose jemi ende në hijret. Unë ende vazhdoj të jem në Zvicër, kurse ti u ktheve prej Amerike përsëri pasi që bëne 9 vjet mos u gabofsha hijret në këtë kontekst. Më thuj pak shkurt kështu të dinë këto njerëzit sa xhamia ka në Amerikë, sa shqiptar, sa musliman nëse ke ndonjë informatë kështu. Parafërsisht numri i muslimanëve në Amerikë është dikun të 5 milion, ose 1.5% e popullatës përgjithshme të Amerikës janë muslimanë. Pra 5 milion muslimanë, për atyre dikundi në Amerikë ka 3.000 xhamia përgjithshme, ndërsa xhamia shqiptare ka dikundi 30 deri në 40 xhami. Pra fatkeqësisht muslimanë shqiptarë të Amerikës nuk e kanë atë luks që e keni ju për shembull në Zvicër, për shkak të distancës së madhe, për shkak të vendit madh, andaj edhe shpeshherë edhe organizimi fetar është pak më i vështirë. Për shembull në xhamin ku kam qenë unë si imam, ishte vetmja xhami në gjithë shtetin e Wisconsin, e cila është me sipërfaqe ndoshta sa Gjermani. Dhe ne kishim antar në atë xhami, domethënë edhe dikush që ishte i lartë, ndoshta 5 orë me vozitje, duhet të vijë deri në xhami. Ndërsa muslimanë që ishin aty rreth xhamis, ato ishin frekuentues edhe më të rregullt xhamis, që ishte një numër pak më i vogël. Prandaj edhe organizimi fetar, aktivitetet fetare atje ishin pak më të rënda, mirë po mundi që duhet ta japim atje ishte më i madh për arsye se edhe mundësia e asimilimit e qetërsimit ishte shumë më e madhe. Po ju në Zvicër për shembull si e keni situatën atje? Si është gjendja e muslimanëve? Për në Zvicër, besoj se shumica juve jeni në rrjedhë e njihni strukturën e organizimit të Zvicrës për shkak se një djalë, një vajzë, një kështu me radhë keni atje, ose për shkak se një pjesë e juve edhe kanë qenë si xhamat tonë në Zvicër dhe elhamdulillah. Në Zvicër ka dikun të 550.000 deri në 600.000 musliman, të cilët janë ose vinë nga 63 komunitetet ndryshme muslimane me shumicë absolute shqiptare, dikun 320.000 deri në 330.000 shqiptar musliman që janë në Zvicër, dhe këto të gjithë kanë parafërsisht 220 deri në 250 xhamia të formatit të lloj-llojshëm, kurse vetë shqiptarët kanë 82 xhamia në Zvicër. Dhe burimi kryesor, referenca kryesore shqiptarëve në Zvicër janë pra shqiptarët nga Kosova, me një cifër shumë të madhe, kurse shqiptarët nga Maqedonia janë parafërsisht 60.500 persona, të cilat të dhënat i kam nga ambasada e Maqedonisë në Zvicër. Dikun të 15.000 ka nga Lugina, diçka dikun 3.000 deri në 4.000 ka nga Shqipëria edhe kështu me radhë.
Përgjithësi Bashkia Islame në Zvicër është organizuar në dy formate. Është Bashkia Islame multinacionale, që nuk flet vetëm për çështjen shqiptare dhe që i thuhem ne federatat muslimane, dhe këto federatat kanë të bëjnë me Federata e Muslimane e Zvicrës lindore, të quajtur DIGO për shembull, e asaj të Zvicrës qendrore, VIOC dhe kështu me radhë, dhe të gjithë këto federatat kanë një ombrellë të federatave që quhet Federacioni i Muslimanëve në Zvicër, të cili ky në federacion kanë dy vende në pranë Këshillit të Feve pranë qeverisë zvicrane. Në anën tjetër kemi natyrisht edhe Bashkitë Islame Nacionale, të qemë shqiptarët kanë Bashkinë Islame që quhet Komiteti Musliman Shqiptar, pastaj kanë Turqit, Dianetin, kanë kështu me radhë, dhe këto dy formatet janë të organizuar apo jo të organizuar muslimanët në Zvicër. Mashallah. Kjo, si tash në Amerikë ishte pamundur të bëhet një bashki islame shqiptare, për shkak se largësia nga një shtet në tjetrin është shumë e madhe dhe ishim të detyruar çdo qendër islame të organizohet vetë. Me thonë brenda mundësive të saj me antarët që i posedonte, bile fatkeqësia qëndronte edhe në atë se lidhjet e një qendre islame shqiptare me tjetrën ishin shumë të rrallë. Për arsye se shkosh për shembull nga Kenosha, Chicago në New York duhesh të 2 orë me aeroplan shkosh, edhe gati se ti mbajsh lidhjet ishte pak më e vështirë. A që ka shku me një ndonjëherë të falni namazin xhuma online, kështu, pina për shpeje. Po gjatë Covidit edhe ka ndodhur, po. Mirë. Migrimi, mbetemi ndet te tema e migracionit ose migrimi që në fakt edhe gjatë historisë islame ka ekzistuar, edhe pas vdekjes pejgamberit e sa ka pasur migrim dhe nuk ka përfunduar migrimi në Medinë, sikur rasti i disa prej sahabëve. Një prej tyre është Hazreti Bilali apo jo, një prej tyre është po ashtu Ebu Ejub el Ensariu që erdhi deri në Stambollin e Sodit, që edhe sot e kësaj dite është themelu një xhami që quhet El Ejubia aty dhe kështu me radhë, edhe pse pejgamberi sa ka thirr njerëzit që të varrosen në Medinë apo jo. Bile thuhet nga 124.000 sahab sa ishin në haxhin e fundit të pejgamberit alayhis salam, vetëm 10.000 janë të varrosur në varrezat e Medinës, ku janë sahabët. Do të thonë gjithë të tjerët ishin të shpërndarë. Thuhet për tyre se janë parafarsisht edhe 3.000 në Mekë, të cilët janë varrosur dhe të tjerët janë të shpërndarë. Pyetja është, nëse marrim hadithin e pejgamberit alayhis salam, përspari kujt do t'i bëhet shefat ditën e Kiametit. Kujt do t'i bëhet shefat? Janë ata të cilët janë të varrosur rreth meje ose afër meje, thot pejgamberi sa. E ta lësh ti shefatin e pejgamberit dhe të shkosh vdesësh në Damask dhe kështu me radhë, kjo është një çudi, një habi. Mirë po, daveti në atë aspekt ka vlerë të Allahut dhe të pejgamberit ndë më shumë apo jo se sa shefati. Si e interpreton ti këtë çështje? Ashtu si e thatë edhe ju, ato kanë jetuar për përhapjen e fjalës së Allahut xhaleshano dhe kanë lënë gjithçka që kanë pasur me familje, me vendlindje, me gjithçka vetëm që feja e Allahut të dëpërton deri atje ku dëpërton edhe drita e diellit. Prandaj derti atyre ka qenë kjo, qoftë përmes davetit në formë direkte, po qoftë edhe përmes tregtiave të ndryshme, të cilat i kanë shfrytzuar gjithashtu edhe për t'i thirrur njerëzit në fenë e Allahut xhaleshano. Nëse koncentrohemi sot në Tetov, ne faktikisht mund ta quajmë ndalja, shpërngulja e rinisë tonë, njerëzve tonë, shpërngulje davetit në Gjermani, do shkojmë dhe ta bëjmë kancelar Merkel, do ta bëjmë muslimane kada. Kemi pasur një hoç atje, një gjerman që i ka thirrë direkt ato të bëhen muslimane dhe kështu me radhë. Kemi gjëra interesante atje në dunjë, edhe është interesante, po a mund t'i thujmë ne sot se kjo shpërngulje që bëhet sot është shpërngulje davetit? Po mendoj se nëse vazhdohet hadithi i pejgamberit kur flet për hijretin, kur thotë nëse hijreti i tij ka qenë për Allahun, atëherë edhe shpërblimin do e gjetë Allahu xhaleshano. Efendi, ti je drejtori i diasporës pranë Bashkisë Islame, një djalë i ri që shtu ose një vajzë e re e ka soc medicinën, do të shkojë në Gjermani kështu. Ti e din parafërsisht mentalitetin e tij. E dish edhe në jetën e tij parafërsisht. Si do të mund t'ia shpjegojmë një haxhibabës thotë që vajza ose djali don të shkojë në Gjermani. An të shkojë në Gjermani, ti thua haxhibab, mos u mërzit se të përhapi Islamin. Po jo s'falet vetë si të përhapi Islamin. A mundet me kon vërtet çaq me thon pra ju s'falet vetë. A është kjo normë, a është kjo bazë, apo më them jo, vetëm prezenca e numrit musliman atje është diçka. Vetëm që ajo njëherë do të folë me atë shoqën e vete në shkollë, do të thotë unë agjeroj. Edhe pse ndoshta s'falet, është diçka. Vetëm kur do të thotë se unë kam emrin Fatime, është diçka, është sinjali i parë. Apo si mund ta kuptojmë ne, më jep një çështje tjetër, edhe në Amerikë nëse është kështu. Mendoj se
ajo që e tha të shumë me vend. Ndonjëherë edhe nëse ne vetë nuk jemi shumë praktikues të fesë, mirë po numri është i rëndësishëm. Islami për shembull në Evropë është më veç është e vërtet, nuk është veç diçka që mund të imagjinohet. Arritën muslimanët tonë, sidomos shqiptar, po edhe tjerët ta depërtojnë Islamin deri atje ku muslimanët më ushtri nuk kishin mundësi ta depërtojnë. Pra u ndalën në muret e Vienës, ndërsa elhamdulillah ju shkuat edhe më tej, e përhapët dhe bëhet Islami realitet në Zvicër, e bëhet Islami realitet në Gjermani, në Angli e kështu me radhë. Prandaj edhe nëse qëllimi fillestar nuk ka qenë ndoshta shkojmë ne dhe ta përhapim Islamin, zakonisht edhe friga e parë ka qenë a do mund ne ta ruajmë Islamin për vete fillimisht në ato vende ku shkojmë, jo më ta përhapim këtë tjerët, mirë po asnjëherë nuk e dim se çfarë fsheh Allahu xhaleshanuhu mbas shkuarjes të çdo njërit prej neve, për shembull në migrim. Ndoshta një fjalë e mirë, një sjellje e mirë një muslimani atje mund bëhet sebeb edhe e kthimit të dikujt në Islam. Ne personalisht kam pas rast kur isha imam, domethënë në Kenosha, erdhi një vajzë e re, e pranoi Islamin dhe zakonisht ne interesohemi. U interesu pak pyetje dhe gjëra që asaj interesonin. Mirë po e pyeta kush është shkaku pse ti ke vendosur ta pranosh Islamin? Tha është një kolegje e imja me cilën punoj në punë, është muslimane dhe është interesante se kam kaluar tha në përfazat ndryshme të vështira të jetës, të gjithë kolegët e punës më larguan, askush nuk më afronte, ishte vetëm ajo që më jepte kurajë, më nxiste, më motivonte dhe kur e pyesja pse e bën këtë, tha më mëson kështu feja ime që gjithmonë të jem në krah të njerëzve që kanë nevojë. Dhe kjo tha më nxiti që unë edhe të lexoj për Islam dhe elhamdulillah u bë musliman. Pra ka shkuar atje ndoshta për qëllime krejtësisht tjera, mirë po Allahu xhaleshanu e përdorën edhe për përhapjen e fjalës së tij. Sa e bukur një përdorim për përhapjen e fjalës Zotit, një turk në xhaminë e Berlinit i shtrim në spital në moshën e fundit, nuk di sa, 80 vjeçar, gati të vdek. Ngjitës me të një gjerman po ashtu një i suksesshëm në biznes, 80 vjeçar edhe ai të vdek, 2 persona. Tek i turki non-stop të jartë njerëz në vizit, taj askush. Edhe një ditë prej ditëve e pyet ai gjermani këtë me gjermanishtën e tij turkit, thot çfarë funksioni ke pas ti në dunja? Kur gjë? Je do një biznesmen i madh sikur unë? Tha jo. Tha po çfarë pune këtu shumë njerëz po vinë të vizitojnë? Tha vallahi kur gjë s'kam kanë një thjesht një njerëz dhe ato. Puni se hiç, po ama në fen tonë do të më vizitu, është se vapi i madh, është kështu me radhë, edhe kishte fol. Tha, oh, mashallah, po çfarë feje kanë ajo? Po Islami thash kjo. Po tha shumë feja mirë kanë ka, po çka duhet më bën njëri për më bën musliman? Tha më thon shahadetin veç. Po a dish më thon ta po, tha thuaj ashhadu an la ilaha illallah, wa tu e thon gjermani la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, dol shpirti vdiq. Kur të hije njëri në xhennet, as pa namaz, as pa zeqat, as pa kur gjon. Kanë këtu në Tetova fitën kur e mshjelen me xhokerë, dish? Bëm kështu. E në ati qetrit ja zonsh di xhokerë nduar. Ke parasysh. Edhe kjo është ajo funa, edhe pse ky turki nuk ishte i përgatitur për hoç, për më kujt kur gjon, veç i tha një di fjalë që këto. E kur fillojnë këto, bën një mbrin me një pikë në cilën ti ndryshon. Unë shoh orën, kam kujdes edhe ndaj efendiut i cili është i ngushtuar ndaj ruajtjes së sistemit, por për prindërit të cilët këtu në Tetov na shkojnë 3 tona dhe kështu me radhë dhe frika nga tjetërsimi dhe asimilimi dhe kështu me radhë është plotësisht në rregull, edhe ne frikohemi për fëmijët tonë të cilët na kanë lindur atje dhe kështu me radhë nga tjetërsimi, asimilimi dhe krejt të punë kështu me radhë. Mirë po, këtu nuk di si do ta elaborojshim efendi i dashur. Si do të mundet nesër një ndalim të rritë, janë të shku, asë më pyesin mu, asë ti mund të folim çka duam ne këtu, po konde kohën e fundit edhe baballarët që janë të i pyetë, ata e gjën një vend pune dhe shkojnë. Pyetja është, a do të ishte më e rrugës që marrojmë murna, ti mshelim në për shtëpia me çelca mos na shkojnë, apo do të ishte ndonjë format tjetër ne si do të duhet të ndikojmë te ata që edhe në qoftë se shkojnë ata përsëri të jenë kontribuojnë, të jenë dikushi. Çfarë këshilla do t'i kishe dhënë prindërve në këtë kontekst? Unë mendoj se, domethënë, shkaqet pse ikin të këto nga vendi, këto duhet ndalen, janë ose për shkaqe ekonomike, ose për shkaqe pamundësie për ta gjetë veten e tij, ose edhe për shkaqe të ndryshme sociale. Thuje politike po. Edhe politike shpeshherë. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe këto që na udhëheqin,
të krijojmë politika të atilla që trit tanë do t'i mbajnë vendin tonë. Sepse fatkeqësia e madhe është se çdo ikje e popullatës tonë, sado që neve ndoshta ai do shkojë atje do rregullohet dhe rregullojë standardin e tij, mirë po realisht çdo ikje nga vendlindja e dëmton vendlindjen në dy aspekte. E para e dëmton në aspektin e krahut, domethënë të punës. Neve na paksohen domethënë punëtorët tonë, ata që realisht duhet ta zhvillojmë vendin tonë, po e keqja është se gjithashtu na ikin edhe ato që i thon brain drain ose ikja e trurit, na ikin edhe inteligjenca, na ikin edhe mjekët, na ikin edhe inxhinierët, na ikin edhe njerëzit për shembull të cilët do duheshte ta zhvillojnë këtë vend. Dhe fatkeqësia është gjithashtu se sipas statistikave të fundit që ishin shumë shqetësuese, që është Balkans Policy Research Group, domethënë 40% e infermierëve tonë ikin nga vendi jonë. 70% e infermierëve janë në pritje për të ikur. Gati se 50% të atyre që përfundojnë fakultetin e mjekësisë, janë nuk punësohen për arsye se presën të dalin, sidomos në Gjermani, na i kam ledh këtë inteligjencën tonë. Pastaj neve ankohemi kur shkojmë te spitali, nuk kemi mjek që do të na trajtojnë, kemi mungesë të kuadrit mjekësor edhe hoxhollarët na ikën. Neve fatkeqësisht hoxhollarët më të mirë na i ka marr diaspora. Një prej atyre kemi edhe Hoxhën Bekim, për shembull, që besoj po edhe Nimetin që e kemi këtu, Nimetullahin imam në Schaffhausen, që ti kishim këtu ndoshta do të bënim shumë më shumë punë, mirë po ikim, për shkak se shpesh nuk munden ta gjejnë vendin e tyre këtu. Për këtë arsye, friga e prindërve është pak me vend. Besoj unë është me vend për arsye se ato kanë frikë a do të na kthehen. Fillimisht a do të kthehet fëmia prej atje, dhe unë kur isha në Amerikë, ishte dikun 90 vjeçar, një xhamat prej të parëve që kishte ardhur. Edhe, domethënë, paramendoj kishte bën më tepër se 50 vite në Amerikë. Tha hoç, kur kom marrë në Amerikë, kom marrë për 5 muaj. Ti vendoj dollapët. Ti bëj dollapët ose ta bëj një mashën, një shtëpi, një seta që 50 vjet i bën. Domethënë, më nuk u kthi. Po edhe fëmijët e tij më nuk kthehen. Prandaj gurbeti më përpara ka qenë pak më klasik. Ka shku vetëm vet, ka bë pak parë, ka ardhur ose ka ndejt atje deri në penzion dhe u kthi. Mirë, po tashmë gati se është edhe migrim, domethënë shpërngulës. Shkojmë atje gati se më për mos u kthi. Edhe çrënosës, po edhe frika ekziston, a do të mund ne ta ruajmë veten tonë, ta ruajmë fillimisht edhe fen tonë, por ta ruajmë edhe kulturën. Për arsye se ka dy lloje asimilimi, besoj. Asimilim fetar edhe asimilim kulturor ose kombëtar. Asimilimi fetar është pak, mendoj, nuk mund të ndodhë shumë, elhamdulillah, për shkak të edhe aktiviteteve fetare shumëta që i bëjnë qendrat islame. Mirë po asimilimi kulturor gati së është i pashmangshëm, për arsye se tri tanë që fillojnë më veç shkollohen atje, shoqërohen me njerëz të atjeshëm, edhe krijojnë një identitet kulturor të ndryshëm nga kjo që është i joni. Dhe këtu qëndron edhe friga e prindërve, që realisht deri diku është i kuptueshëm, mirë po është një proces që gati nuk mund të ikim, nuk mund të shmangemi asaj. Efendi, unë përfundoj dal nga dal, unë nuk dua sesi që t'ja bëj gjatë xhamatit ton, edhe pse tema është shumë prezente. Kemi 10 minuta. Kemi edhe disa minuta, në qoftë se Efendiu na jep, po disa minuta janë vërtet disa minuta, dhe nuk janë disa 10 minuta. Në këtë kontekst, unë dëshiroj Nimetullahin, Efendiun edhe vetën time edhe plot hoxhallar tjerë ti marr pak mbrojtje, se kur i ka çu pejgamberi alayhis salam njerëzit për me thirr në fe në Yemen, për shembull Muadh ibn Jabelin dhe kështu me radhë, i ka zgjedhur ato më të mirët, normalisht se ato duhet ta gjetë frekuentohen me njerëz shumë, dhe ju na keni çu neve vetë në Zvicër, në Gjermani dhe kështu në Amerikë, na keni zgjedhur ato se duhet ta gjetë të ballafaqohesh me televizionet e tyre dhe kështu me radhë, dhe besoj se kjo është hajri. E sidomos që ne kemi krejt prind ton, vëllezrit ton, motrat tona, një pjesë e madhe e familjes tonë është atje, zbon me ilana të bashkëvetë që shtu. E shqyqyr Zotit që ju kemi dhe jeni. Në anën tjetër, atë të cilën unë do shë preferu, çka me bo me trit ton, me rinishtet ton në këtë kontekst, ju kësha preferu vetëm që atyre jep një bagazhin e ruajtjes e identitetit të ti personal. Let jetë një personalitet i fort, let jetë një personalitet i qartë, let di çka është dhe kush është dhe prej ka është. Në qoftë se këtë prind kanë mund t'ja instalojnë, mësues kanë mund t'ja instalojnë, hoxhallarët kanë mund t'ja instalojnë, në qoftë se kanë mund këtij triut këto 3-4 softvera
që instalojnë, mos u mërzitni sa vetëm për gurbetin tjetër, vetëm për pushime të tjera ka me ju pru, jo vetëm BMW-ja për vete edhe për ju ka me pru këndej. Dhe me thonë, ai nuk e haron atë vendlinjën e vete dhe nuk e haron të mirët ndaj vendlinjës vete. Andaj, është një frikë, është një diskrepancë e fuqishme tash aktualisht e popullata jonë në Gjermani ose në debatet e mia në Zvicër kam thënë disa herë se Gjermania bën një sjellje jo korrekte politike ndaj shteteve më të varfëra që t'i mbledh të gjithë këta arsenalin e tyre të ushtruar dhe duke i ushtruar të shtetet e varfëra, duke i paguar me skamrinë e tyre t'i nxjerr këtë lloj arsenal, mos me quajt arsenal ushtarak, po arsenal sa është edhe një arsenal ushtarak dhe ti marr ti kreh ka vetja, kjo është e kollajshme në shoqëritë e zhvilluara, mirë po a është political correct, është një pyetje tjetër në këtë kontekst. Sido që tjetë, ne nuk jemi faktor që do të mund të zhvillojmë këtë, ne jemi faktor që t'ju thojmë prindërve tonë dhe kështë më radhë, njërës në qofë se këto 3 tonë, 3 tonë, ku do qënë dhe në ndjekin kështu, kanë shpresë dhe dëshirë të flakët për me arrit diçka, unë po a bëj me dije, kini kujdes edhe pejgamberi sa më filloj të e përhap bukurinë e islamit dhe fuqinë e islamit më shumë në Medinë. Në Mekë vazhdoi të punoj 13 vite, por në Medinë filloi ta prezantoj atë. Në qoftë se ju e ruani fen tuaj, kulturën tuaj, gjuhën tuaj dhe kështu me radhë, edhe në qoftë se shkoni në Australi do të jeni të hajrit, por mos e harroni vendlinjën. Fjala ime e fundit ishte kjo. Keni fjalë të fundit përpara se të japim kolegut ton fjalën. Edhe unë inshallah uroj që gjithë muslimanët tonë, shqiptarët tonë që janë në diasporë, inshallah Allahu xhaleshanu t'ju jap shëndet, jetë, inshallah t'i mbroj nga asimilimi. Inshallah edhe t'i bëj ata që të jenë përfaqësues të denj, ambasador të denj të islamit atje, por edhe të shqiptarizmit. Dhe realisht përveç dobive materiale ne kemi dobi edhe në aspekt fetar, për arsye se edhe në perëndim ju keni arritur për shembull që të bëni një islam pak më thënë të veshur me kultura perëndimore, të cilët realisht i përshtatën shumë islamit. Për arsye se islami në esencë është qytetërues, islami në esencë ka shumë kultura me vete dhe ne asnjëherë nuk duhet të harrojmë një fakt kur flasim edhe për hijretin. Pejgamberi alayhis salam kur bëni hijret Medinës ja ndroi emrin. Nga Yathrib ja vendoi Medinë. Medinë do të thonë qytet. Sikur donte t'ju tregoj pejgamberi alayhis salam edhe mushrikëve, edhe muslimanëve, edhe gjithë botës se Islami sjell qytetëri, Islami sjell kulturë, Islami sjell civilizim. Prandaj Islami më shumë t'i e gjen veten e tij dhe përshtatet dhe zhvillohet dhe jep fryte në momentin kur jeton në një ambient i cili është shkencor, në një ambient i cili është qytetërues, në një ambient që është i kulturuar, sesa nëse jeton në një ambient i cili është i prapambetur. Çfarë shembulli të Islamit do t'jepshim ne nëse kemi mbetur të prapambetur? Si do e bindnim botën neve se Islami është fe e cila na nxit neve që të jemi të shkolluar, të ditur, të arsimuar, nëse neve kemi mbetur shumë mbrapa në këtë aspekt. Prandaj ju muslimanët që jetoni dhe veproni në perëndim, në atë ambient të avancuar dhe të zhvilluar, keni mundësi që tamam ta përfaqësoni Islamin me gjitha vlerat e saj që i ka, sepse është vend i përshtatshëm, një arë e përshtatshme për mbjelljen e farës së Islamit, që besoj se për një kohë jo shumë të largët atë që ne ka premtuar edhe pejgamberi alayhis salam, inshallah edhe e gjithë bota, e gjithë perëndimi bëhet inshallah islam dhe musliman, dhe kjo kuptohet do të jetë edhe një shpërblim i juaj që keni dhënë shumë kontribut në përhapjen, por edhe në mësimin e fjalës së Allahu xhaleshanu në vendet ku ju jetoni. Allahu shpërblet inshallah. Ishte kënaqësi shumë e mirë. Faleminderit. Ishte kënaqësi.